Eli, jemi të shtëpia e të moshuarve këtu në Pej, në fshatin Zahaq pra, në të cilin janë 14 të moshuar, cilët përmes ekipës mobile do të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës. Kemi nga KQZ-ja anëtarët cilët tashmë janë duke dërgu materiale zgjedhore në këtë shtëpi të moshuarve. Bëhet fjalë për shtëpinë e të moshuarve Germania Likastor, të paktën kështu po shkruan. Kryesuesi i KKZ-s nga kjo ekip do të na jap detaje sa i përket ekipave mobile të cilat operojnë sot në qytetin e Pejës. I nderuar përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje për juve. Jam Artan Mushkullaj, jam kryesuesi i ekipeve mobile. Sot na kanë caktuar në shtëpinë të moshumëve. Procesi është të shku mirë, ja kemi fillu mirë, tash veç i bën përgatitjet e para, të shohim. Përveç këtu, a keni qenë në ndonjë vend tjetër? Jo, sot është fillimi, anës fillojmë këtu, këtë pike kem sot, jo në ekipe tjera që janë shpërndarë në për drejtarët komunës Pejës. Paraprakisht, ka qenë organizume dhe thë dita e sotme për ekipat mobile se ku do të shkojnë. Po, a keni hasë në ndonjë vështirësi, të themi, ndonjë refuzim për të votu? Sa i përket kalume, zgjedhjeve të kalume, po, kanë refuzu disa votus, për arsyet veta. Sot të shohim, hala nuk kemë fillu me marrë votën e votuzve, të shohim a refuzojnë a jo. Faleminderit shumë Artan. Ne do vazhdojmë me pamjet e kamermanit ton, derisa ekipa mobile po përgatiten për procesin e votimit këtu në Zahaq të Pejës, ku do të votojnë të moshuar në shtëpinë e të moshuarve këtu në Zahaq. Pra, si që ceka dhe ma herët, gjithsej 14 persona janë që qëndrojnë në këtë shtëpi, prej tyre vetëm 2 kanë pranuar që ta ushtrojnë të drejtën e votës në këtë raund të zgjedhjeve. Nga ajo se që kemi kuptuar deri tani, këtu në raundin e parë kanë votu persona më shumë, por kësaj radhe po pajtohen vetëm 2 persona që të votojnë. Kamermani jonë, pra Eli, do t'i sjell pamjet, duke u munduar paksa dhe truaj privacin, me të qenë se të tjerë nuk duan të dalin para kamerave. Juftoj të ndiqni pamjet pra në vazhdim, dhe ndërkohë nëse keni ndonjë pyetje, jeni të lirë. Ka përcjell ekipi mobil që shkon tek të moshuarit. Në ndërkohë, po kalojmë tek Blerina në Mitrovic, e kemi ekskluzive në fakt për neve